Cila është vlera e lutjes, o gjinderum? Shure, adhurimet janë të shumta. Patjetër. Ka njerë njeriu prej adhurimeve të cilët i neglizhon, është edhe lutja. Bile vetë njeriu ka njerë kur shkon në qabe, kur shkon në haxh, kur shkon dikon në venet shenjta, thot çfarë ibadeti me bo, hoxho? Mjafton mu lut. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot ad-du'a huwa al-ibada. Prej vlerave të duas mjafton që vetë duaja është adhurim. Vetë duaja është adhurim. E ti tashti vlera e duas është që ti e duke lut një Zot i cili depot e tina asnjëherë nuk zbrastën. Nuk janë domon që thonë, që mesin thot, po janë vazhdimisht të mbushura. Saqë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam mbi vlerën e asaj që Allahu posedon ka thonë nëse i pari prej jush, i fundi prej jush, nga njerëzit dhe e xhinat, dali me një fush, i përgjigj, i lutin Allahut subhanahu wa taala nga kërkesat e tyre. 100 miliarda. Po, me miliarda njerëz sa ka dunjoja prej ekzistimit. Allahu më u përgjigj secilit prej nesh. Me u plotsu dëshirën këtë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk paksohet nga depo e Allahut asgjë, atë sa mund të paksohet nga deti me nxjerr një pik ujë prej xhelpanës. Me xhelpan. Kjo është shumë që ka Allah. Allah subhanahu wa taala. Domethënë, e kjo është vlera e duas. Vlera e duas se kur ta lutish ti Allahun, je duke lut një Zot i cili dëgjon bubrecin e zi, milingonën, ato të vogla që ecin tokë. Në gurin e zi, në natën e ertë. Allahu e din edhe gjethet kur bin. Andaj, kënherë mos e hup i mytin shpresën, apo Allahu ka shumë, stakfirullah, kjo mendimi keq për Zotin. Du më nëllë qëto. Allahu ka shumë, kjo shumë është një kur dhe shetë, Allahu ka shumë punë të mëdhaja mu marrë me mu. Kjo mendimi keq. Kjo shumë mendimi keq për Zotin. Allahu Allahu subhanahu wa taala di dhe gjethi që bje. I thot, i njom kur bje. Sa gjetha ka në botë. Po. Wama tasqutu min waraqatin illa huwa ya'lamuha. Nuk ka ndonjë gjeth me biliarda, me thonë, me miliarda gjethë në dunjoja sa ka, kur vjen vjeshta dhe që bin gjethet, Allahu subhanahu wa taala edhe çata e din. Domthon ya'lamuha, Allahu e din. Andaj ti kur i çon durt dhe kërkon prej Allahut, mos mendo që Allahu subhanahu wa taala nuk e din nevojën tonë, edhe nuk është duke neglizhu. Mirë po Allahu ti të përgjigjet në 3 forma. Forma e përgjigjes. Po. E para, Allahu subhanahu wa taala të përgjigjet me njëherë. Çati për çati. Po. E dyta, Allahu e lem për ma vohën. Dhe e treta, Allahu e zavanson me diçka që ti ke harru mu lut për ta. Ose Allahu përgjigjet në kohën kur don, në formën si don, sa ajo është më e mirë për ti, se sa prindit që don për ti. Andaj, thot Alia radiallahu anhu, me bo me mlon ditën e gjykimit. A do me të mëshiru prindrit, a Zoti, e kisha të gjithë Zoti. Alia radiallahu anhu thot, me mlon, me mëshiru nga trishtimi ditës e gjykimit, a dëshiron me të mëshiru prindrit, apo Zoti, e kisha të gjithë mëshirën Allahu të bareke wa taala. A thesh se më paket. Në më do një në ditën e gjykimit, nuk dhja në gjenet, në gjenem kime hi. E shtesh duhet me të gjyku dikush. Në më thonë duhet me vendos dikush. Ne, që i kina prindrit, ne... Ama Aliu ka thonë Zoti, jo prindrit. Se prindrit mundën me më shumë gjenem. Ama Zoti... Zemre e prindrit është edhe mshme për e vladin. Mirë po mëshira Allahut është më e madhe se mëshira e prindrit. Allahu akbar. E këta duhet me ditë. E kur ta lutish Allahun, çdo që i ceka tashtin, këto janë të lidhura mbi vlerën e duas. Se kur ta kuptosh ka një duke lut. Allahun te bareke ve teala, atar ti rahatohesh. Andaj Allahu subhanahu wa taala nga vlera e duas është vetë duaja është ibadet. Nga vlera e duas i të lut një Zot të cilin nuk e merr kotja as xhumi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e merr as xhumi as kotja. E lut një Zot i cili 24/7 është në shërbimin tan. Dëgjon, shikon, nevojën ta din. Saqë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam kur erdhi nga Mekka në Medinë dhe ju ndryshu drejtimi kibles, pasi që namazi në Medinë, në Mekke, ishte drejtimit të Mesjidul Aqsas. Mirë po, kur erdhi në Mekke, në Medinë nga Mekka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u detiru t'ja kthej shpinën Mekkës. Sa ishte në Mekke vazhdimisht pejgamberi Allahut çobën e vendonte para dhe pas asaj u falte nga drejtimi Mesjidul Aqsas.
Mirë, po kur erë në Medine, u detiru që t'ja kthej shpinën, dhe Allahu subhanahu e di ke nevojën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe vazhdimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 18 muaj u fal në atë drejtim. I drejtojnë të syt, drejt qiellit. Allahu subhanahu wa taala suratul Baqara tregon drejt ndryshimit të drejtimit të kiblës, thot qad nara taqalluba wajhika fi sama. Ne jemi duke i parë tullimin e syve tu drejt qiellit. On kjo është lutje. Falenuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ne ty do ta mundsojmë drejtimin e kiblës të cilën ti e dëshiron. Subhanallah. Njeriu ka njerë dëshiron prej Allahut subhanahu wa taala diçka, po s'di me formulu. Me shpreh. S'di. Lipe prej Allahut. Sa Allahu ka me ta thonë. Ai është ai cili dëgjon, ai ta di nevojën. Ti i thuj, ja Allah, unë kam nevojë për ti. Edhe Allahu ka me të përgjigj. Andaj mos up i mytin, dhe kjo është vlera e duas. Nga vlera e duas është që lut një Zot i cili të sheh, të dëgjon, ta di nevojën. Allahu na bëj prej atyre të cilët nuk harrojmë Allahun në lutje vazhdimisht.